Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument jam direkt me lidhje në studio me zotin Skënder Karaqica, profesor aktivist i njohur i komunitetit shqiptar në Chicago, autor shkrimesh mjaft të rëndësishme në shtypin dhe median shqiptare këtu në diasporë, por dhe në Chicago. Do të diskutojmë problemet e dala pas zgjedhjeve në Kosovë, vjushmërinë e tyre, nevojën për ndryshime sipas një artikulli të zotit Skënder Karaqica mbi rrugën apo format që do të marrë zgjedhja në Kosovë e antarëve e deputetëve, por edhe e presidentes apo presidentit të ardhshëm. Zoti Skënder, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Përshëndes të gjithë shikuesit të televizionit tuaj. Është kënaqësi t'ju kemi sot në studio. U intrigova disi nga shkrimi juaj i fundit në lidhje me zgjedhjet e fundit në Kosovë, se çfarë duhet të bëj Kosova apo forcat politike në Kosovë që të shmangin atë çka ndodhi gjatë gjithë kësaj periudhe një vjeçare kur kishim qeveri dhe s'kishim pushtet, nuk ishte një qeveri e pa nominuar, e pa miratuar, megjithëse zgjedhjet kishin dalë. Sipas sondazheve të fundit, zgjedhjet i fituar kësaj here edhe një herë partia Vetëvendosja, megjithatë ka parregullsi në procesin zgjedhor, parregullsi që po shikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ju keni një ide për mënyrën e organizimit të sistemit zgjedhor në Kosovë që të shmangen të gjitha këto probleme. Më shpjegoni i dashur, si e shihni, pse duhet të krijohen paqësira dhe çrregullime edhe pas zgjedhjeve? Ky është një kohë bukur e gjatë që subjektet politike, pozitë, opozit, të partive politike në Kosovë e kemi atë sindromin e përçarjeve, skajshmërisht përçarjeve. Zaten edhe kjo i ka kushtu Kosovës që tash gati një vit nuk i kemi të konstituara institucionet e Republikës Kosovës, duke filluar nga institucioni më i lartë, siç është Ligjvendës, Kuvendi i Kosovës dhe institucionet tjera të qeverisë. Ndonse me 9 shkurt Lëvizja Vendendose ishte partia e parë, që ndonse këtu është një rrështim, ndonse ne kemi sistemin parlamentar në Kosovë, dhe asnjë parti asnjëherë nuk mund të fitojë të gjitha zgjedhjet edhe të shkojë vetëm në formimin e institucioneve të shtetit Kosovës. Do mos të kemi koalicione të cilat për mendimin tim e forcojnë i dhonë është e shëndetshme në demokraci dhe në shtetin tonë parlamentar, ndonse kemi edhe me pushtetut një sistem parlamentar. Kjo zgjati shumë, gati një vit pa institucione relevante transishme kushtetuese të Kosovës. Dhe ç'është e drejta, me rastin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit vitit kaluar. Këtu bëhet një lëshim edhe partisë në pushtet në detyrë, siç është Vetëvendosja me Albin Kurtin, si dhe opozita dhe nuk u koordinuan mirë, ndonse 2 ditë para vitit të ri nuk mbahen zgjedhjet. Ndonse në këto zgjedhjet e 28 nëntorit ne nuk ishim vëzhgues ndërkombëtar. Dhe kjo ka shkuar në këtë rrafsh në kriju dhe problemi i vjedhjeve të votave, lëvizjeve të votës nga një anën tjetër, dhe unë bën një skandal që nuk i ka hije shtetit tonë të ri në perspektivë në rrugën evropiane kështu me radhë. Unë kam menduar dhe e kemi në tovolinë, kemi ligjin zgjedhor të Kosovës me disa mangësi. Po i përmend disa pyetje. Cilat janë ato? Ne kemi për shembull kur fillojnë të zgjedhjet në Kosovë, bartës i zgjedhjeve janë liderët e partive politike. Ç'është e drejta? Bartësit e zgjedhjeve të partive politike në gjithë territorin e Kosovës, ata morën vota apo nuk morën vota, në fund vota i shkojnë kryesisë e partisë politike, respektivisht për bartësit e zgjedhjeve parlamentare, fjala vjen. Dhe këtu kemi pasur një problem. Problem tjetër është, sipas mendimit tim, se ne kemi vetëm një zonë zgjedhore në Kosovë. E kjo na ka sjell probleme që tash po përmendet pikërisht sot që është bërë arrestimi 109
komisionerëve e tjera që ka dhënë një shije, një pamje jo të mirë demokracisë, vote e lirë, ndonse vota e lirë e sovranit në teorinë politike është një kontratë në demokraci. Dhe kjo kontratë, dhe kjo frymë e lirë e sovranit do të respektohet. Ndonse në demokraci populli është shumicë. Ndërsa të zgjedhurit janë pakisë që do të më dhanë llogaridhënie shumicës, respektivisht sovranit, i cili do ta votojë ose ka votuar. Dhe në këtë relacion, unë kam menduar në shkrimin tim, po edhe disa shkrime më të hershme, që do të bëhen ndryshimi i ligjit zgjedhor në Kosovë. Dhe në parim, ky ligj do të ketë këto pika. Të kemi shumë zona zgjedhore, me lista të hapura dhe një kandidat, një vot. E jo sovrani që shka ndodhë vitin e kaluar, po edhe në 10 orë, po edhe tash, që pa bisedojmë, sovrani kur shkon të kutia votimit, do t'i votoj prej 5 deri në 10 kandidat. Dhe që është e drejta, dhe pak skandale, për mendimin tim analoge, që nuk përfillet në kushtet moderne të votës e lirë, si është e mundur kur një votues në Drenicë do të votoj një kandidat për deputet në Gjilan, në Prizren, ose në Gjakov, ose në Pej. Prandaj unë kam menduar që të kemi një kandidat, një vot, e cila pastaj nuk mund të keq përdoret në asnjë mënyrë, dhe me mundësi shpenzime ka qeveria aktuale që të bëhet digitalizimi i zgjedhjeve politikës zgjedhore në Kosovë, ku do të hiqeshin të gjitha dilemat, do të largoheshin të gjitha mundësitë e keq përdorimit, të vjedhjes së votës dhe me lu me autoritetin dhe sovranit, parasysh se vota si shtam është e shajtë, është kategori kushtetuese e Kosovës, është kategori e demokracisë dhe është një lloj kontrate me votuesit tanë. Në këtë vit, ndryshimi i ligjit zgjedhor do t'i mbulonte, do t'i hiqte nga rani ditës dhe gjitha huqet që na kanë kushtuar, jo vetëm me 80 vjetor që po bisedojmë, por edhe më herët në zgjedhje tjera kemi pas po të njëjtat probleme me kutitë e votimit, jo shpërndar, jo keq përdor, poshtë e lartë, por tash ka koha që Kosova dhe institucionet shtetërore të Kosovës, respektivisht pushteti aktual që ka fituar votat, do të jetë më serioz ka shi sovranit, parasysh se ajo është përgjegjësi i Kosovës. Në Kosovë dhe do t'i dhënë llogaridhënie. Kjo që ka ndodhur tash në Kosovë me keqpërdorimin e votës, përgjegjësinë e mban pushteti aktual i Albin Kurtit, respektivisht Komisioni Qendror Zgjedhor, që nuk i kanë organizuar si duhet zgjedhjet parlamentare dhe jo në kohë të duhur. Nuk mbahen zgjedhjet 2 ditë para vitit të ri, respektivisht para përfundimit të vitit, kur të gjithë njerëzit janë në pushim, kur të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar, asnjëri për ty s'ka pas mundësi që të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, dhe kemi pas hapësirë për keqpërdorim të votës sovranit në të gjitha rrafshet. Në këtë vit tash e kemi edhe një problem tjetër që do ta përmendim në televizionin ton, fjala është për zgjedhjen e presidentes. Ç'është e drejta, me kushtetutën e Kosovës, presidentja ose presidenti përfason unifikimin, unitetin e qytetarëve, respektivisht popullit të Kosovës, brenda shtetit të Kosovës dhe në arenën ndërkombëtare. Por ç'është e drejta, kryetari i shtetit të Kosovës nuk e zgjedh populli, e zgjedhin partitë politike në parlamentin e Kosovës. Tash do të kemi përsëri një krizë e cila do të jetë në muajin mars, kur kryetarës aktuale, Vjosa Osmanit, i kalon mandatin, por tash e kemi me rastin e këtij rrafshit përçarjeve politike, mes partive politike opozit, do të kemi përsëri problemin tjetër të ri që mund na çojë përsëri në një krizë, respektivisht në zgjedhjet e reja. Ndonse vetëm ndonjëra prej partive politike, PDK ose LDK ose Alianca, nuk e votojnë presidentën aktuale, atëherë ç'është e drejta mund të shpërbehet Kuvendi i Kosovës dhe menjëherë aty për aty mund të shkojmë në zgjedhjet e reja. Mirë po, për me të kalu këtë krizë, partia në pozit, në pushtet që ka fitu zgjedhjet vetëvendosja me Albin Kurtin, do dhe mos pikërisht sa më parë, as më mirë, fillojë një debat, një konsensus të përbashkët me partitë politike, se cili do të jetë kandidatja apo kandidatja e ardhshme për
kreun e shtetit të Republikës e Kosovës. E jo në kryen veti, jo me bajrakun e përçarjeve, njëri me tjetrin, pasy se për fat keq do ta themi publikisht, si jetojmë në frymën e demokracisë, edhe shteti i Kosovës nuk ka provën private, askujt se ka në baba, nuk, si thënë, në bashkët babës, si e përmen një shprehje, një sinonim të mirë të folmës tonë atje në Dranicën në Kosovë, por është institucioni më i lartë kuvendi që të mendojmë, të bëjmë edhe këtu në karshis gjirjes se ndryshimeve të ligjit zgjator, të mendojmë, do të ishte e mirë, si mas mendimit tim, shumë demokratike, që populli i Kosovës, me shumë kandidat, atë frymën pluraliste të demokracisë, me shumë kandidat të bëhet fushat para popullit Kosovës dhe vetë populli Kosovës të jap votën si sovran për zgjedhjen e të parit shtetit. E jo në parlamentin e Kosovës, kur tash në mars ose në shkurt do të shihni se do të kemi përsëri probleme kur tash kanë dalë disa zera të PTK-s dhe të Aleancës se për votimin e sërishëm të Vjosa Osmani ata nuk do të votojnë, madje nuk do të jenë as në sallën e kuvendit. Kështu që në këtë rafsh dhe këto një mori probleme që përnasidhën në tarsa vite, mund të rregulloj, pse jo, me ndryshimin e ligjit zgjator i mbështetur në kodin kushtetues të Republikës Kosovës, që është njëra ndër kushtetutat më moderne në Evropë dhe në Ballkan, kur do të kishim një frymë të re, një orientim të ri demokracisë, pa probleme, pa vonesë dhe që shteti Kosovës marrë frymë dhe t'i kryejë obligimet e veta shtetërormose.